për të ndarë, jemi shumë pak për të përçarë, jemi bashkë, jemi popull fisnik, Prishtinën e duam të gjithë, Prishtinën do të gjithë. Por nga ky shesh, lejoni të uroj dhe komuna tjera, 7 sës përfshirë dhe Prishtinën për një fitore spektakolare në këtë zgjedhje lokale. E urojmë Pepin, e urojmë Junikun, e urojmë Dragashin, e urojmë dhe Vitin, e urojmë natyrisht Prishtinën, e urojmë secilën komunë dhe Lipjanin dhe Isokun më parë për fitore të madhe që i kemi shënuar në këtë zgjedhje. LDK udhëheq në gjithse 7 komuna, duke qenë kështu partia më e madhe. Le të jetë kjo fitore një shpresë për rrugën që kemi përpara, jo por edhe për qytetet tjera, edhe për Republikën e Kosovës dhe fatin e popullit tonë. Ju kam thënë, po ju them, dri do të ketë këtë Republikë, Prishtina foli e para, Prishtina do të ketë e para. Dhe tani në këtë moment, në duartërëkitjet e mëdha tuaja, le t'ja japim fjalën kryetarit të tashëm dhe të arshëm të Prishtinës përpara Rama. O, Prishtina jam e zemrës! Prishtina jam e zemrës, ju dua shumë, ju falenderit shumë për besimin që ma keni dhënë edhe për 4 vjet së bashku. Na prift e mora. Sot është fitore e të gjithë qytetarëve të kryeqytetit, sot është fitore e të gjithë Kosovës. Prishtina tregoi që dën zhvillim, Prishtina tregoi që nuk dën bllokim. Po shkojmë përpara drejt të djathtës së zhvillimit. E i thonë jo sabotimit. Prishtina tuaj ke, përparim, iku je, ke Prishtina tuaj ke, përparim, iku je, ke Prishtina tuaj ke, përparim. E filluam 4 vite më parë me projekte të mëdha për transformim të kryeqytetit tonë të zemrës, sepse Prishtina nuk është vend i vogël, Prishtinën tash po e bëjmë metropol së bashku. E filluam me një vizion të qartë, filluam me qindra projekte, shumë prej tyre i kryjmë, shumë prej tyre janë në proces, e këto 4 vitet e ardhshme Prishtina do të lexojë, ju premtoj. Ju premtoj që së bashku Prishtina do të lexojë. Me unazën e kryeqytetit, gjithsesi si projekt madhor që do ta shtyjmë përpara. Tash jemi edhe një koqir të lojrave mesdhetare 2030. Unazën e mbrendshme po e përfundojmë rrugën Gjim-Gjema po ashtu. 10 shkolla kemi fillu po i përfundojmë plus 5 tjera, me mësim tërditor, me transport të ri të Prishtinës, po e vazhdojmë edhe transportin e ri metropolitan. Prishtina po lulzon. Prishtina tashmë është kryeqytet i artit e kulturës. Çdo vit, secili shesh po mbushet me evente të ndryshme, turizmi është ngrit, qytetarët bota po vjen te ne. Kjo është Prishtina e ëndrave tona, Prishtina të cilën të gjithë e duam. Prishtinën që po e shtyjmë përpara së bashku. Sheshet nuk po na dalin boll, do t'i vazhdojmë dhe të xhamia madhe. Prishtina!
Në projekte madhore si qyteti mençun që e kemi mendu që është si ëndër, për tash është realitet, Prishtina ka shku për tej. Me projekte të tjera të cilat i kemi prezentu, nuk ka asnjë dyshim që të gjithë ne do të mburremi me vendin ku jetojmë, me vendin e ëndrave tona, me vendin e mundësive, me vendin e kreativitetit e inovacionit, të gjithë së bashku Prishtinën po e bëjmë Evropiane dhe ju falenderoj nga zemra që më keni besu. E ecim për para Prishtinën për tej së bashku. Falenderoj e Lumirit e ekipës të Albinës e Kristalis. E nëse të gjithë të mrekullueshëm të që së bashku kemi punuar shumë e aq fort, që përkundër gjitha sfidave, gjitha blokadave, kemi ardhë në vendin që e meritojmë, po ne nuk ndalemi prej sfidave blokadave, ne do të vazhdojmë dhe i kërkoj edhe kundër kandidatit tim që të reflektoj. Që të bashkëpunoj, sepse është për të mirën e të gjithë fëmijëve edhe të fëmijëve të tij. Pra, e thras qeverinë e tashme të detyrë dhe çfarëdo qeverie që do të vinë të ardhmen, që t'jetë bashkëpunues me kryeqytetin, sepse kryeqyteti është motori ekonomik i zhvillimit të gjithë Kosovës. Kryeqyteti është zhvillimi i artit e kulturës i gjithë Kosovës. Kryeqyteti është zemra e gjithë Kosovës e kombit tonë, prandaj kushdo që vjen në nivel qendror duhet të jetë bashkëpunues, e nuk kam dyshim që edhe një muaj e gjysmë do ta kemi edhe Lumirin e Kosovës. Ne ka premtu e dini që ka premtu 1.5 miliard investime, që së bashku do ta transformojnë kryeqytetin tonë të zemrës, po për të gjithave, të jemi bashkë, të punojmë bashkë, se kur jemi bashkë e punojmë bashkë, për të partive nuk ka që në ndalë. Prishtina ka të regu këte, ju falemderit nga zemra që gjithmonë e tregoni rrugën e duhur, si kurse sot edhe në të ardhmen. Pra të ecim për tej së bashku me një Prishtinë të mrekullueshme, një Prishtinë të ëndrave, një Prishtinë europiane. Falemderit nga zemra, na prit të mbara së bashku. Na prit të mbara së bashku. Në mbyllje të këtij tubimit por festiv, sepse fesë sonte do të kenë Prishtinë gjithandej, ne në njerë të drejtohem gjithë mbështetësve të shtëpisë së madhe të lidhjes demokratike të Kosovës. Përshëndetje edhe njerë të nderuar shikues, po vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt, një transmitim maratonik që ka nisur që në orën 7 mëngjesit dhe që në fillim të këtij diskutimit përbashkët me mua dhe panelin tashmë që janë këtu në studio, dua fillimisht të falenderoj gjithë kolegët tanë që kanë qenë në teren gjatë tërë ditës, gazetar, kameraman, operator, punojës teknik, redaksin këtu brenda e gjithë për raportimin fantastik që kanë bërë sot, na kanë mbajtur të informuar gjatë gjithë kohës, sa po kemi ndjekur konferencën tashmë të kryetarit LDK-s dhe kryetarit të ri, të vjetër të Prishtinës, zotit Përparim Rama, i cili konfirmoi fitoren në balotazh me kundër kandidatin Hajrullah Çeku nga vetëvendosja. Pra, ishte një fjalim i zotit Abdi Xhiku në mbështetje të zotit Rama dhe për të uruar ata që kanë votuar zotin Rama, duke e konsideruar këtë fitore si fillimin e një rikthimi e mbar kombëtar të LDK-s. Pra, sipas Abdi Xhikut, fitoria e Përparim Ramës është një indikacion që LDK-ja do të rikthehet edhe në nivel kombëtar fuqishëm, siç tha ai. Për të vazhduar diskutimin më tepër në këtë pjesë të dytë me analizën e procesit